është nisur pra duke rënë regjimi iranian. Dhe jeta në Izrael e qytetarëve shqiptarë që ju besoj keni kontakte të shumta me ta, e juaja vetë, por po ashtu edhe e atyre izraelit, është normalisht, pra me institucionet të hapura, me shkolla, me biznese, si është një ditë në Izrael? Ne kemi, do me thonë, sot është dita e dytë, që çdo gjë është e mbyllur, nuk ka jo biznes dhe jo të shkollat. Unë jam mësuese në shkollë dhe para 20 minutash isha në mësim me nxënësit. Natyrisht nuk bëhet mësim, por bëhet një mësim për të psikologjik, për të dëgjuar më shumë si po e kalojnë ata këtë situatë kaq të vështirë, për të jetuar në këtë situatë të vështirë me ta. Çdo gjë është e mbyllur, nuk funksionon, përveç se spitaleve dhe supermarket që janë ato, do me thonë, ndihmat e para që i duhet njeriut, ato funksionojnë në rregull, po çdo gjë është e mbyllur. Çdo gjë është e mbyllur sepse është një luftë shumë e rrezikshme për të gjithë Izraelin këtë radhë, sepse luftrat e tjera kanë qenë, do me thonë, merre njoftimi për pjesën e jugut o pjesa e veriut kanë qenë të ndara, ndërsa këtë radhë është i sulmuar i gjithë Izraeli me sulmet e Iranit. Nuk ka, do me thënë, pëllëm toke në Izrael që nuk është e sulmuar. Çdo sulm i Iranit të radhë është Izraeli, i gjithë shteti Izraelit. Kështu që këtë radhë janë mbyllur që të gjitha, çdo gjë është e mbyllur, nuk funksionon, përveç se supermarket dhe natyrisht organizimi nëpërmjet mediave që marrim në çdo moment. Është një organizim i papar, do me thonë, që nuk mungon absolutisht asnjë gjë, si për ndihma, si për çdo gjë, do me thonë, është një shtet shumë i organizuar në luftë. Dhe e fundit në 1 minutë, nëse ma përmbledh, sa herë në ditë bie alarmi në Izrael, ose ju bëhet ajo thirrja në telefon për të futur në vend strehime? Nipi im, ai numëron, të them të drejtën, unë nuk i kam numëruar, dihet të paktën më tha që nëna është sirena e 18 që po bie. Ishte mbasdite, sepse ata jetojnë më në qendër, edhe i thash, sa mirë që bën që i numëron, se unë nuk i numëroj fare, sepse dua që të kem ato ndjenjën sa më pak që janë, jo shumë. Edhe të paktën them, siç i ka numëruar ai, 18-19 sirena në ditë pa natën, pa natën, pa llogaritur natën. Do të thotë që 2 ditë kanë qenë të tmerrshme, të cilat janë kaluar vetëm në dhomën e strehimit, pa dalur nga dhoma e strehimit, dhe natyrisht vetëm për ndonjë nevojë personale që kemi dalë jashtë. Po që sot jemi një çik më të lirë, mund të them, për të funksionuar dhe jashtë, edhe për të lëvizur, për të lëvizur pak, po jo jashtë shtëpisë, jo të shkojmë nëpër dyqane, jo, absolutisht jo. Pra vetëm brenda apartamentit. Vetëm brenda apartamentit, unë kam një obor që dalim pak edhe marrim pak ajër, por që jeta vazhdon, do me thënë ato njoftimet, si me thënë, janë të njëjta, të rini pranë në dhomave të sigurimit, mos të largoheni, mos të dini, janë po të njëjtat njoftime. E qartë, unë ju falenderoj shumë, uroj të jeni mirë. Ju lutem, faleminderit dhe ju. Mirë.